Arroz basketbollit jemi këtu me Albertin. Albert, s'ka 2-3 ditë që ke marrë udhëheqjen e skuadrës, një ndeshje shumë e vështirë. Çka vendosi sonte? Fatkeqësisht ne kemi luajtur kundër liderit aktual në ligë. Jo rastësisht Bashkimi është për momentin në vendin e parë. Neve sonte pothuajse nuk na shkuan ashtu gjërat siç menduam. Bashkimi gjeti ritmin e lojës, përderisa ne ishim jo efikas. Vlen të theksohet performanca e jashtëzakonshme e Smithit edhe Greenit, këta dy sonte mund të them që e bënën diferencën. Ne patëm pengesa dhe hasëm në vështirësi, sidomos me lojtarët e lëndum. Jordan nuk ka ushtruar pothuajse gjatë tërë javës, njëjtë ka qenë situata edhe me Gjoshin, po jemi munduar që kam shpresu tifos në lojë më herët dhe të shoh se nëse do të mund të bëjnë diçka. Ende po na mungon edhe loja e Jon Ismailit. Padyshim sepse ai është një lojtar që mund të luajë mbrojtje dhe din të luajë mbrojtje, mund të them lirisht më mirë se ndoshta të gjithë lojtarët që i kemi për momentin, sepse angazhohet më shumë se të gjithë tjerët. Ne kontrolluam lojën 2 çerekat e parë, po fatkeqësisht çereku i tretë ishte fatal për neve. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.